Jam në fshatin Mjak të komunës së Vitis, krejt afër brezit kufitor në Maqedoninë. Pamja është fantastike, është një fshat tashmë i papopulluar, pra nuk ka banor me sa e di unë. Ç'mund me pa pamja është fantastike, shihet gjithçka, bile edhe Lëbeteni shihet, por me qenë se sot është mjegull, edhe nuk arrit mu pa për shkak të dënshmërisë së mjegullës. Tash do të vazhdojmë edhe te pjesët e tjera të fshatit, do shkojmë ta vizitojmë xhaminë, përkujtimorën për dëshmorën e UÇK-s, disa kulla. Prandaj na ndeshni deri në fund edhe mos harroni me na bë follow. Pllaka përkujtimore për dëshmorin e rënë në Haraqin, në betejën e Haraqinës, një betejë legjendare në luftën e dy ministrit në Maqedoni. Kjo pllakat përkujtimore i kushtohet dëshmorit Skënder Metallari, të rënë në betejën e Haraqinës. Pjesëmarrës në këtë luftë nuk ka pasur vetëm nga Shkupi, nga Tetova, nga Maqedonia, ka pasur edhe nga troje tjera të trojeve shqiptare. Xhamia është mbyll, kështu duket xhamia nga afër, gurt si kala. Këtu është abdeshania, pra ku njerëzit kanë marrë abdes. Nuk është në funksion. Është xhami tashmë jo funksionale për shkak se nuk ka banor që jetojnë në fshatin Mjak. Atje larg mundja me pa një kull shqiptare, tipike arkitekturë shqiptare, e restauruar, kushdo që është pronar, bravo i kot, po e mirëmbaj kam tepër mirë. Por ndryshe mundi me dëgju edhe ushtimin apo zonin që e bën lumi, kalon këtu përreth xhamisë edhe kullës atje më larg. Një fshat tepër i bukur, tepër piktoresk, me pamje të bukur natyrore, me një lartësi mbydetare të madhe. Kaq, po megjithatë fatkeqësisht është i papopulluar.